mua herët. Po flasë për Besiana Mehmetin, e cila pra për vite me radhë ndodhet pranesh, sidomos në anën e grave, po flasë të për gjithë aktivitetet për gratë në kulturë, për përfaqësimin e tyre, për çka jo tjetër. Do të vazhdojmë një intervistë lidhur me një organizim që po aty për 7 dhe 8 mars, si shkoi, ishte i organizuar në Librazh, por gjithashtu edhe me një panel goxha interesant. Por pse po i diskutojmë gjitha këto dhe si shkoi, e çka ju tjetër të flasim së bashku me Besianën që ne kam në studio. Besiana, mirëmëngjes, të faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për prezantimin. Në fakt, njeriu e bën karakteri, titujt vetëm janë ato që kurorëzojnë punën edhe suksesin. Faleminderit shumë për mikpritjen, për gjitha të konsideratën që ndanin ndaj punës artistike, që edhe do të thoja që pa mediat, duke qenë se jam rritur në ambient të gazetarëve, në ambient mediatik, mund të them lirisht që puna artistit dhe puna publike është e vdekur nëse nuk janë mediat, nëse nuk është Kanal 10 që na jep këtë hapësirë për të bashkëbiseduar së bashku dhe për të folur për të gjitha ato sfidat, dëshirat, motivin, si me thënë, pasionet e gjinisë, këtë rast femrore të cilat në çdo kohë kanë ditur t'ja dalin dhe në këto kohë të tranzicioneve të mëdha mendoj që është mëse e udhës që këto gra të fuqishme të japin mesazhe të duhura për orientimin e gjeneratave të mesme, t'i quaj dhe të reja, të cilat vërtet janë në një, si me thënë, në një huti të përzgjedhjes rrugës për të ardhmen. Ishte kjo dua ndalem. Besiana, pra, nëse flasim për organizimet të shumta që je pjesëmarrëse, njëra ndër to ka qenë edhe kjo në Librazh. Si erdhi ideja, si erdhi organizim, si shkoi? Jashtëzakonisht bukur, jam shumë e lumtur që gratë në kulturë, si manifestim, ka krijuar tradicionalitetin dhe kontinuitetin e vet, është në edicionin e 5, domethënë ka krijuar më imazhin e vet. Vitin e kaluar, nëse mbani mend, kemi folur për të njëjtin manifestim, por që është mbajtur në Gjakov. Pra, ka lindur para 5 vitesh, është mbajtur në Tempullin e Dijes, aty ku unë jam profesor ordinar, profesor i rregullt aktualisht, punoj nga viti 2006 pa ndërprerje, duke kaluar të gjitha sfidat edhe titujt akademik, nga asistent në vitin 2006 dhe deri sot në profesor ordinar, që jam zgjedhur para 3 viteve, vazhdoj të jap mësim dhe kontribut, si me thonë, në sferën akademike, në 2 lëndë, në historiokëndim dhe në histori muzike, njëkohësisht punoj edhe me aktorët, në teknikë zëri, është një punë fisnike, një punë ditore që të bën të lumtur sepse shef të rinj dhe të reja që vazhdimisht duan të ecin në këtë rrugën e bukur të artit, por jo të lehtë. Kështu që edicioni i parë ishte sikur ogur i mirë në Universitetin e Tetovës, me shumë gra, me prezencën e vet rektore, një mbështetje të jashtëzakonshme. Pastaj edicioni i dytë, sërish më 7 dhe 8 mars, u mbajt në Pallatin e Kulturës në Tetovë, në një prezencë të madhe të grave, në bashkëpunim me komunën e Tearcës në atë kohë, një komunë në afër Tetovës. Edicioni i tretë kaloi në Galerinë e Arteve në Shkup për të vetmen arsye që mesazhi të përçohet tek gratë e Shkupit, tek shkupjanet dhe aktiviteti të ketë edhe një simbol. Galeria e Arteve në Shkup për vite të tëra ka qenë galeri udhëhequr nga Maqedonia dhe për herë të parë arriti ta udhëheq një shqiptare, pra një grua. Ajo sigurisht me shumë entuziazëm, Dita Starova është një artiste, që tash është pedagoge, nuk është më drejtoresh aty, mori me shumë zemër aktivitetin dhe aktiviteti kaloi jashtëzakonisht bukur, ndërkohë të mos harroj që në të gjitha këto 3 edicione kanë kaluar emra të mëdhej të muzikës së artit, përfshirë Edith Mealin, primadona operës së dikushme të Tiranës, Zana Shuteriqin, një nga ikonat e muzikologjisë shqiptare, unë kam patur fatin ta kem profesoresh gjatë viteve të studimeve në Tiranë, dhe bukur është kur studenti nuk e humb lidhjen me profesorin, por respekti vetëm rritet edhe vazhdon të forcohet
madje së bashku për diçka të bukur. Pastaj ishte profesoresha Zana Turku, dirigjenti e parë në anët e Shqipërisë, gjithashtu dhe atë e kam patur profesoresh pedagoge. Pastaj Flora Brovina na ka përcjellur pothuajse çdo edicion, Alketa Gashi si poete, Diana Toska si drejtoreshe e teatrit fëmijëve në Shkup, për herë të para i teatru bë drejtoresha e teatrit operës baletit të Tiranës Abigaila Boshtina, që na nderoi, drejtoresha e Radio Kosovës, drejtoresha e Muzeut për Trashëgimi Shpresa Gjombalaj. Domethënë emrat grave të mund të harroj ndonjë, sepse natyrisht ka patur edhe intelektuale dhe profesoresha të vendit, pra të Tetovës, të Shkupit, sepse s'ka kuptim që të jenë nga të gjitha viset dhe të mos jenë edhe vlerat e vendit ku mbahet aktiviteti. Dhe pas edicionit të tretë, kur mori honën mediatike, në fakt ideja e parë, apo si ka lindur gratë në kulturë, disa ere kam thënë edhe po e përsëris që gratë e fuqishme duhet të fuqizojnë njëra tjetrën dhe jo të pengojnë njëra tjetrën. Fatkeqësia është që shpesh hasim në fenomenet si me thonë pengesave në mes të llojit, apo brenda llojit a quaj. Mendoj se sot nuk kemi problem me gjininë e kundërt. Mendoj se sot në këtë kohë moderne gruaja i ka të drejtat e botës për të zhvilluar intelektualitetin e vet, për të zhvilluar botën akademike, për të zhvilluar botën artistike. Edhe hapësirën. Hapësirën, pa diskutim. Gratë janë presidente, janë deputete, janë drejtoresha të spitaleve, janë drejtoresha të institucioneve arsimore, dhe s'ka asnjë handicap apo paragjykim ndaj asnjëri për të ardhur deri sot. Ka qenë rrugë e vështirë, rrugë me gjëmba, me sfida, dhe këto gra në eksperiencat e veta, për të qenë dikur soprano në teatrin në Shqipëri nuk ka qenë lehtë, kur gruan e ke patur të vështirë ta shohësh në rrugë, të jesh balerin gjithashtu, të jesh e burgosur politike, duhet kesh një të guximshme. Pra, gruas shqiptare nuk i ka munguar as pjesa e intelektit, po as pjesa e guximit. Kështu që gratë në kulturë është ka lindur dhe është zhvilluar si qëllim i bashkimit të forcave akademike dhe artistike, për të dhënë një mesazh në këtë kohë ultra moderne për gjeneratën e re që vetëm duke patur besim në vetveten tënde, vetëm duke qenë vetvetja, arrihet një sukses afatgjatë, dhe duke mos të ndaluar në qëllimin dhe cakun se ku do të arrish. Kështu që në edicionin e 4, pra vitin e kaluar, mesazhi mori hovin më të madh, duke kaluar në Kosovë, pikërisht në qytetin e kulturës e traditës në Gjakov, ku kishte zonja shumë të nderuara, duke përfshirë Ajmon Edhomin, libretistën e parë të operës Goca Kaçanikut. Unë ka patin që të luaj rolin e nënës të asaj opere, në rikthimin pas 56 viteve në teatrin e operës Kosovës. Ajo shfaqje, pra Goca Kaçanikut, u dha në Prishtinë, u dha në Tiranë dhe më 10 shkurt u dha edhe në Shkup. Dhe më besoni se sa herë kam hyrë në petkun e nanës, në atë rol e kam pa gjyshen time, e kam pa nanën time, i kam pa gratë gjallarëve të mi, kam pa shumë cilat janë munduar të bartin ose të mbajnë balancin në mes të familjes me shoqërinë patriarkale që i ka rrethuar, me brengën për vajzën, pa fikën në këtë rast, për martesën e saj, një martesë të lumtur që e do çdo nën. Në anën tjetër një luftë e zhvilluar e Kaçanikut në vitin 1910 që përfshin edhe nënat dhe motrat dhe vëllezërit e kështu me radhë, dhe them që nëna shqiptare është një nën heroin, pa dashur se nuk kam rastisur në leximet e mia spaku të shoh apo të lexoj për një nën, për një grua e cila në moshën 20 vjeçare ngelet pa bashkëshort se ja vrasin në luftë dhe ajo vazhdon të mos martohet kurrë, të rrisë fëmijët me nderin dhe moralin në më të lartë dhe me pjedestal më të karakterit të saj.
Pastaj nuk ka shembull në botë që një grua 18 vjeçare merr fuzim, del me vllaun, me babain dhe lufton krah për krah me ta. Nuk ka grua në botë që rrit fëmijët vetë dhe bashortin e ka të rjetën në gurbet, sepse kështu kanë qenë rrethanat, qofshin ato politike, qofshin ekonomike, gjithmonë duke ruajtur pragun edhe nderin e shtëpisë. Unë kam qenë një nga ato vajzat që në periudhën 92-97 kam jetuar vetëm me vllaun edhe me nanën, sepse babai në 92-shin kaloi ilegalisht kufirin në Shqipëri, bënte punën misionare që e bënin ju gazetarët, ishte kohë dramatike shumë, bënin lajmet e Kosovës në kuadër të radio televizionit shqiptar, gjithashtu edhe në Kroaci e bëri të njëjtën dhe ne takonim një herë në muaj në Kërshov, natyrisht. Ndarja, bashkimi ishte shumë i lumtur, ndarja me të ishte dramë e vërtet. Sidomos për mua që kam qenë shumë e lidhur me te, kam patur për të një prindje shok dhe më mungon shumë, tash e pothuajse 9 vite, dje ka patur edhe ditëlindjen, do duhet i kishte 73 vjet, por vërtet besimi ose forca vjen nga babai, kurse nëna është ajo heroina që mban shtëpinë. Përse po them babai? Sepse dëgjoja zonjën Sabrie Spahiu që ishte në Gjakopo dhe në Livrazh, e cila thoshte se babai i saj arsimtar në Drenicë kishte pas thënë që ti duhet të merresh me balet sepse shteti duhet. Dhe vërtet një thënie është që një shtet i mirëfillt është kur e ka teatrin e operës dhe baletit, dhe ja që po bëhet opera edhe në Kosovë. Pra, jemi shtet i mirëfillt pas 26 vite të luftës, duke patur edhe teatrin e operës dhe baletit, pa çka se akoma sallë adekuate nuk kemi. Pastaj kishim Iqbal Eçenën në Gjakov, një aktore jashtëzakonshme. Pastaj kishim Pranvera Badivukun, e cila ka shkruar e kujtoj ata një shike. Pastaj kishim profesoreshën Rudina Ciko, e cila jo vetëm në gratë në kulturë, por në 30 koncerte klasike që ne kemi zhvilluar për një vit e gjysmë, gjithmonë në udhëheqjen artistike të Shkodran Tolajt, profesoresha Rudina ka bartur barrën edhe përgjegjësinë e shoqërimit në piano. Tashmë dihet që është krijuar një formacion Besiana dhe të mirët e kombit, që ka dhënë koncerte gjithandej qendrave, gjithandej për fatin e mirë ka patur sukses, kanë patur koncertet, sepse ekipi ata me cilët kemi punuar gjithmonë kanë qenë më të mirët në fushën e tyre, dhe vetëm me më të mirët ti je më e mirë, mund të jesh e mirë, mund të shkëlqesh. Pranë më të mirit shkëlqen. Dhe fati jonë është që vitet të tëra kemi edhe maestro Zhani Cikon, i cili na qëndron pranë, na udhëzon, na këshillon për interpretime, që është një fat i madh. Dhe si vjet, mos të harroj vitin e kaluar, kishim edhe Viki Hoxhën, një piktore e cila realisht bën një punë të mrekullueshme në galerinë e saj në Qarshin e Gjakovës. Kishim edhe drejtoreshën për arsim, profesoreshën Mariana Leka, e cila interpretoi diçka, por e veçanta aktivitetit dhe tani në Livrazh është zgjeruar shumë, akoma më tepër, sepse çdo edicion pastaj ishte edhe jubilari 5 dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe. Ky lloj manifestimi është një gëshetim i një paneli të diskutimit, ku gratë nga eksperjenca e tyre personale japin një mesazh dhe një gëshetim me program artistik. Përse? Sepse pas një diskutimi apo 2 diskutimeve, domosdoshmërisht publiku duhet t'i ofrosh diçka artistike që ata të mos kalojnë në bezdi të fjalëve dhe të mos e humbin konceptin. Se megjithatë publiku jo të gjithë janë profesionistë të fushës që mund të dëgjojnë tema të cilat dhe këto pika artistike janë të natyrës balet, të natyrës artikulimit artistik, pra aktrim, të natyrës muzikës klasike shqiptare, gjithmonë vepra që njihen, dhe të natyrës muzikës populiste ta quaj, apo të popularizuar, se nuk më pëlqen kjo shpreha populiste. Dhe ashtë vendosëm për një arsye. Para, kryetari i Bashkisë së Livrazhit, zoti Mariglen Disha, është një njeri që i nuhat gjërat e bukura në ajër dhe e deshte këtë aktivitet, e donte që ta ketë aty.
E dyta, motivi shtesë për të qenë në Librazh janë njerëzit e mrekullueshëm dhe mikpritja. Një pallat Sadi Halili jashtëzakonshëm me njerëz të mrekullueshëm, një ekip fantastike dhe mbi të gjitha për ata që nuk e dinë, Librazh këngët më të bukura për Kosovën. Dhe ne kemi përbërë që t'ja kthejmë Librazhit atë borxhin që ka dhënë për Kosovën. Naim Gjoshi ka bërë luftë me këngët e tij. Domethënë jam Evropë, kënga mora fjalë, Kosova, e shumë këngë të tjera janë shkruar nga duart e tij të arta të atij njeriu nga Librazhi. Dhe ishte prezent në sallë për fat të mirë, si vjet u përzgjodh një panel Flora Brovina, e cila është ikone pa diskutueshme gjitha kohnave. Ndonë se është marrë një kohë me jetën politike, ajo mbetet një figurë humane, poete, shkencëtare, që edhe në politik ka ditur të ngrej zërin dhe të bëjë më të mirën për kauzën e gruas. Pastaj e ftuar nderi ishte Shpresa Gashi, e cila gjithmonë na kujton ato gratë e para, Marie Krajën, Tefta Tashkon, që interpretatit tonë, një këngë e jashtëzakonshme që lidhet me ato ritmet e Librazhit. Më pas ishte Sabrie Spahiu, balerin pionere e baletit kombëtar të Kosovës, e cila solli një pikë përmes nxënëses së saj, një pikë koreografike të këngës Si Princi i Bardh. Kënga Si Princi i Bardh është shkruar nga maestro Naim Gjoshi, në kohën që unë kam humbur babain, mezi e kam interpretuar, dhe ajo këngë e mirë ka marrë për masa ndërkombëtare duke u luajtur si koreografi në shumë vende të botës dhe duke u mirëpritur e duke u dashuruar nga ndërkombëtarët, spaku nga ajo që më tregon zonja Sabrie. Pastaj në panel të diskutimit ishte profesoresha Mariana Leka, mjeshtre e madhe, e cila ka kënduar të gjitha kryerolet operistike në Teatrin e Operës dhe Baletit në Tiranë dhe bashkë me të pata në shumë koncerte të interpretoj, po në gratë në kulturë në Librazh u duartrokitëm fuqishëm në këngën Këngëmoj të Musapi Perkut dhe Balsi Lumturisë Avni Mulës, se megjithatë nëna tona kanë luftuar që kënga të jehoj edhe në sfida edhe në vështirësi dhe jeta jonë të jetë një vals pambarim i lumturisë. Prandaj ishte lidhur edhe programi me konceptin e aktivitetit. Më pas nga Teatrovës ka, si me thënë, lexuar, s'po them, por ka deklamuar bukur 2 poezi, një poezi për mësuesen, shkruar premier nga autori nga diaspora Mentor Thaçi, që e falenderoj shumë, dhe një poezi tjetër për nënën, një poezi jashtëzakonshme e madhe të Ismail Kadare, që krijoi emocion të veçantë. Pastaj ishte një humaniste nga vetë Librazhi, Zela Koka, e cila nisur nga problemi saj me djalin, problemi shëndetësor, kishte vendosur që tërë jetën t'ja dedikonte fëmijëve me nevoja të veçanta. Pastaj ishte profesoresha Rudina Ciko, e cila barti tërë përgjegjësinë e shoqërimit në piano, dhe kështu së bashku u krijua një kolorit jashtëzakonshëm i ngjyrave artistike. Natyrisht bara dhe përgjegjësia e udhëheqjes ose moderimit të gjitha vitet më ka takuar mua për shkak se duke njohur konceptin e manifestimit, po edhe vetë gratë personalisht, shumë më lehtë funksionon dhe shumë më natyrshëm bëhet. Realisht kam konstatuar që në momentin që nuk jem e letër, ndonë se unë paraprakisht përgatitem, bëj një skenar, por mundohem të jem e drejt për drejt, nga zemra në zemër, sikur publiku nënë si një komunikim zyrtar, por si një komunikim bashkëbisedim, dhe gratë e publikut bëhen pjesë e spektaklit, e atyre që marrin pjesë. E falenderoj shumë pa diskutim Irma Libovën, e cila ishte prezente, një ikonë e artit, një mjeshtre e madhe, e cila u duartrokit pafundësisht me këngët për mësuesen edhe për nënën, që ajo i kanë dhënë. Është interesant Irma se në 50 vjet karrierë është ditët e para kur ka dalë dhe si sot dhe befasohem ndonjëherë, por është mirësia edhe zemra, ajo që reflekton gjithat dashuri
që arrin ta merr nga publiku, dhe dua ta falenderoj jashtë mase Shkodran Tolajn, i cili si drejtor artistik i Grave në Kulturë në këtë edicion të 5, përveç konceptimit, ideimit dhe çdo gjëje, rregullimit, skenës, pamjes, materialeve propaganduese të cilat edhe ishin në skenë dhe në videoprojektor, zgjodhi më në fond edhe logon identifikuese të manifestimit që unë nuk e kam patur, sepse 4 vitet e kaluara Shkodrani nuk ka patur shumë kohë të impenjohet për të ndihmuar këtë manifestim dhe shumë çka e kam bërë vetë me ndihmën e kolegeve, por si vjet ju dedikua këtij manifestimi dhe zgjodhi logon e manifestimit monedë lire ku shihet gruaja ilire. Pra, kjo është një dëshmi se gruaja jon, vajza jon, motra jon, nana jon, nuk ka qenë vetëm shtyllë e familjes, por ka qenë pjesë integrale rëndësishme e të gjitha proceseve shoqërore dhe publike. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të paragjykojmë vetveten si popull se jo neve vonë, vetë fakti që në vitet 30-40 shkolluar në Teres Marie Kraja dhe Tefta Tashko flet shumë. Vetë fakti që Nana Tereza në vitet e 30 ka kënduar në shoqërinë e animaleve flet shumë. Domethënë, dhe e bukur është që gratë tona, nana tona nuk kanë ditur të bëjnë dallime, si me thonë, të lokaliteteve apo të besimeve. Prandaj shfrytëzoj rastin me që jemi në një muaj të shenjtë Ramazanit, unë edhe mbaj me vite të tëra, pa ndërprerje, të gjitha jo veç nanave, po të gjithë njerëzve, të gjithë atyre besimtarve të devotshëm që besojnë në këtë muaj, në mirësitë e tij, në uratat e tij, në bekimet e tij, në paqen, muajin e shenjtë, agjerim të lehtë edhe bajram, sepse kemi shpejt të këndshëm, sepse në fund të fundit jeta ka vetëm një qëllim, që të duam më shumë njëri tjetrin, dashuria fillon në familje dhe vazhdon pastaj në profesion edhe jashtë familjes, dhe ky muaj është muaji i reflektimit për secilin nga ne. Spaku, kështu mendoj, por e bukur është që vërtet nga librazhi marrëm emocione të jashtëzakonshme, kryetari i bashkisë ndau mirënjohje për secilën zonjë, edhe për mua dhe për Shkodranin, unë si moderatore dhe ideatore, Shkodrani si drejtor artistik, kështu që atë që ne u munduam ta bëjmë për librazhin na u kthye shumë fish me mikpritje. Edhe është ndjenjë mirë realisht kur ke persona të tillë. Sigurisht, por jam shumë e lumtur që është realizuar në Shqipëri dhe jo në një vend tjetër, sepse mori tjetër dimension. Nga Kosova, aktiviteti më veç kaloi në Shqipëri dhe mori vërtet atë imazhin mbarkombëtar, tashmë e ka imazhin mbarkombëtar, pse jo të kalohet edhe në diasporë, në një takim me zonjat mrekullueshme që ne i kemi gjithandej. Pro është në planet tuaja që dilë edicione dhe jashtëzakonshme. Nuk është e lehtë, por ne kemi zonja të jashtëzakonshme jashtë shtetit, biznesmenet suksesshme, zonja në ambasada, në konsullata, që unë kam bindjen e plot që e përshafojnë këtë ide, sepse e përshafojnë fuqizimin e gruas, dhe të mos haroj në kuadër të programit, që është shumë e bukur, pa diskutim që deshëm të jenë edhe vajzat e reja. Vajzat të reja. Do me thënë, muzikantët të reja. Çfarë kuptimi ka nëse ndalojmë në moshën 40 dhe pastaj nuk e kemi kontinuitetin. Vajzat të reja kanë nevojë të shohin të gjitha këto gra, po thjesht ta shohin edhe aktivitetin. Dhe vajzat Dardane, grupi koral i vajzave Dardane, kështu i kemi quajtur, janë studentet tona të Universitetit të Tetovës, një grup të mirë që e përbëjnë një gjeografi të vogël nga Vitia, Kaçaniku, nga Tetova, nga Kërçova, nga Prilepi, ku ka shumë pak shqiptar, e që të studiosh muzikë është goxha sakrificë. Ato u bën bashk për të na u bashkangjitur në Këngë Moj dhe Valsi Lumturisë, por interpretuan edhe këngën Ti më je si një gongje, që e shëndruan tekstin e adaptuan Vajz Librazh dhe Moj Sheboj, që u duart roket pafundësisht, po
ma tepër se sa paraqitja e tyre në skenë është mesazhi që e japim përmes manifestimit, që është një kontinuitet i gjeneratës, të them, ikonave të artit skenik, të artisteve të karrierës dhe të vajzave të reja të cilat janë në ngritje e sipër. Dhe vetëm duke parë modele të tilla të forta, si Flora Brovina, të cilën në momentin 12 vjet, ajo thot nuk më dridhet syri, thonë do ta vazhdoj misionin tim. Por ishte një ditë kur ne kujtonim 1887-ën, pra hapjen e shkollës së parë shqipe, 139 vjet, më së shumti 1891-shin, hapjen e mësojnëtores së parë për vajza nga Parashqevi dhe Sevasti Qiriazi, 2 motrat që u internuan, u maltretuan, por nuk u dorëzuan kur, e janë shembull për të gjitha dhe për ne, si dhe festën e nënës, festën e gruas, e cila ka filluar në botë nga vitin 1909 për artikulimin e të drejtave të grave dhe në vitin 1977 Organizata e Kombeve të Bashkuara ne dim se ka shpallur ditën ndërkombëtare që e festojmë gjithandej, por unë do doja shumë dhe çdo ditë e përsëris që në këtë kohë të demokracisë dhe në këtë kohë moderne të mos kesh përdoret barbarësia gjinore. Pra të mos i bijem në qafë gjinisë së kundërt, duke patur të gjitha të drejtat e botës. Të mos kesh përdorim këtë aspekt, sepse ka tentativë në shumë raste të bëhemi viktima të shoqërisë, të themi sikur nuk na jepet ajo që ne meritojmë, në fakt na jepet gjithçka, vetëm hapësirën duhet ta gjejmë dhe ta meritojmë atë hapësirë në ditët e sotme, ndryshe nga vitet 50, 40 e kështu me radhë. Madje unë do të nisem edhe nga eksperienca personale. Nëna ime ka patur... Tu desha me të pyet Besiona, sepse ti je artiste, këngëtare, për vite me radhë, sa ka qenë vështirë për ty? Për mua ka qenë jo e vështirë, sepse vitet kur kam dalur unë në skenë kanë qenë vite kur ka patur shumë pak këngëtar dhe filtri ka qenë shumë i rrept. Do të thënë këngëtarët kanë dalë në skenë apo këngëtaret vetëm vërtet kanë meritu. Kanë patur vokal, ka qenë një kod i veshjes që nuk ke mundur të dalësh gjithçysh. Megjithatë, e mbaj mend që në 97-ën kam konkuruar për herë të parë në festivalin Nota Fest, në 97 dhe 98 nuk më është pranuar kënga, po e them për herë të parë, jo pse kënga nuk ka bërë, por se këngëtarja ka qenë anonim dhe nuk e ka njohur askush. Me çdo rrjedhsinë që kam për t'i thënë babait, pse po ndodh kjo? Domethënë ishte një mënyrë demoralizimi, unë kisha kryer shkollën e ulët në piano, shkollën e mesme, në shkollën mesme isha, 17 vjeçare, thotë do të shohim dhe do të konkurrojmë me një këngë liri, pikërisht për lirinë e Kosovës në vitin 99, na erdhe si buka e bardhë, na erdhe me nderin e gjyshërve, një këngë e jashtëzakonshme, konkurrojmë në Nota Fest dhe interesohet. Pranohem dhe marr çmimin e tretë. Një vit më pastaj marr çmimin e parë. Por paraqitjet e para i kujtoj shumë mirë. Paraqitjet e para kanë qenë shumë interesante. Me disa pelerina me ngjyra të adaptuara me këngët adekuate, po pa këpucë. Dhe shumica më mbajnë mend akoma pa këpucë. Kjo ishte një gjetje për të rënë sy, për të qenë unike. Dhe mendoj se artistin e bën të veçantë pikërisht ajo finesa. Të gjithë janë artistë të mirë. Vetëm dallohet artisti pak më i mirë në finesa. Dhe shpesh ju them studentëve, të gjithë këndojnë partitura, të gjithë këndojnë nota. Arti është në mes të notave, nuk është në notat që ne i këndojmë, sepse gjithë këndojnë nota. Kështu që gjatë viteve më pas, natyrisht sfidat kanë qenë vazhdueshme, sepse pak në Prishtinë, më ka kapur lufta këtu, 12 ditë bombardime, jam kthyer pas luftës, jam transferuar në Tiranë me vetdijen e plot që në Tiranë duhet të punoj 10 fish më tepër se secili aty në fakultet për të arritur rezultatet që unë i doja, për të arritur ngritjen që unë i doja dhe kam patur fat që në vitin e 4 të studimeve jam angazhuar në teatrin e operës dhe baletit si rrallë studioje.
fala asaj pune kolosale që e kanë bërë pa u lodhur kur. Kështu që vetëm puna, vetëm vullneti, natyrisht, ka momente kur zhgënjehesh, ka momente kur nuk të pëlqen diçka, por kjo nuk është metodë për t'u dorëzu, sepse unë e kujtoj një thënie të babait tim Qaniut që thoshte të jesh njeri publik, grua në ambientin ballkanik duhet të jesh e gatshme të gjuajnë edhe me gurë dhe me dru sikur të japin një lule. Pra, ta pranosh edhe atë moment. Pa u zbrapsur, pa u demoralizuar dhe pa e ndërprer rrugën, sepse ndërprerja rrugës është gjëja më e lehtë. Është interesant se po futemi nga tema në temë, ndoshta do t'isha bërë mjeke shumë e mirë, gjykatëse shumë e mirë, sepse shkollën e mesme kam kryer për 3 vite, jo për 4, me insistimin e profesorëve të mi, dhe gjithë insistojnë të muzikë. Dhe gjithë ishin kundër. E pse vazhdove me... Vazhdova sepse ishte një dashuri e jashtëzakonshme ndaj artit. Unë nuk e mendoja jetën pa skenën. Skena është një smundje vazhdueshme. Sa herë kanë thënë këngëtar të ndryshëm që nuk dalë më. Është hera e fundit. Dhe sërish i shohim në skenë, sepse është një ushqim shpirtëror që ti e bën me pasion. Nuk ka para në botë që të satisfaksionon ma tepër se sa një sukses edhe ma shumë se ato duarçukitjet e sinqerta edhe fjalët dhe uratat e sinqerta të publikut. Por në këtë punën tonë të koncerteve kanë një mision. Të gjitha koncertet klasike, 30 që janë bërë, tash e 1 vit e gjysëm, në qendra të ndryshme, dedikuar figurave historike, dedikuar festës pavarësisë Kosovës, dedikuar festave të ndryshme, në çdo moment bashkë me Shkodranin kemi patur vetëm një mision. Mbajtjen e vlerave artistike, mbajtjen gjallë të vlerave tona dhe ringjalljen e shumë figurave të haruara që meritojnë respekt për kulje dhe nderim, sepse vetëm duke kujtu të kaluarën dhe duke, si me thënë, vlerësuar atë, arrim që të ndërtojmë të tashmen dhe të ardhmen. Megjithatë, po kthehem prap tek nëna, tek ajo që doja ta them, talenti në muzikë gjithmonë është i trashëguar. Unë kam pat fatin që jetën publike e kam, ato, si me thënë, sfidat e jetës publike i kam parë tek babai, por nëna ka qenë një vokal i jashtëzakonshëm, e cila ka ndërprer këndimin në moshë shumë të re, është marrë me ekonomi, pikërisht për shkak të paragjykimeve të kohës. Femra shqiptare ka qenë e paragjykuar. Ka qenë, vazhdon edhe sot të jetë në disa raste, por ajo ëndra e saj është realizuar tek unë, por mendoj që është interesant që në çdo aktivitet është jo e lehtë që një vajzë, ne kemi vajzën Uskanën, që trashëgon emrin e Kërçovës Ilire, emrin e vendlindjes së gjyshit Qaniut. Çdo aktivitet nana jonë është ajo kujdestarja 24/7, e cila nuk përton që të përkujdeset për Uskanën, vetëm e vetëm që aktivitetet tona të mos së ndërpriten. Madje unë jam kthyer në punë pas 45 shkurt Uskana, jam kthyer më një herë. Kështu që nana tona janë ato të cilat na bëjnë me qenë të suksesshme, ndonë se unë kam qenë jashtëzakonisht e lidhur me babain në aspektin e orientimit në jetë. Ati i kam besuar. I kam besuar aq shumë sa që me ikjen fizike më kam mbetur një boshllok jashtëzakonshëm sa në momente të caktuara kërkoja përgjigje dhe nuk dija ka ta gjej atë përgjigje, por fati që Shkodrani është i branshës artistike dhe pavarësisht debateve që mund të zhvillohen ndonjëherë pro et kontra, gjithmonë qëllimi është për më të mirën dhe për suksesin e përbashkët, duke plotësuar gjithmonë gjërat më të mira të njëri tjetrit për të arritur më të bukurën. Pikërisht. Beciana, unë falenderoj shumë që ishe këto, edhe sigurisht që Gratë në Kulturë i pret edhe një edicion tjetër, e përmende pra që mund tjetë edhe do të organizohet edhe jashtë Kosovës, jashtë vendit, pra po flasë për gratë të diasporës, që mirë që kemi edhe gratë tilla që mirë më të mirë të duhur, pra gjenjë edhe tema, por edhe rrugën e duhur, po them për me i bashku dhe me i përfaqësu gratë. Që falenderit shumë se të ishe kënaqësi vërtet. Kënaqësi jashtëzakonshme, unë kërkoj falje duke dashur gjithmonë ta shfrytëzoj maksimalisht kohën mediatike, sepse di që është shumë e vlefshme. Prandaj ndoshta edhe nuk është mundësi që të bashkëbisedojmë duke folur gjatë gjithë kohës për të mos haruar asnjë nga gratë e nderuara dhe zonjat.
Dua vetëm jo të bëj, por të falenderoj gratë të cilat janë në shërbim të grave. Dhe gjitha këto koncerte, edhe gratë në kulturë, që diçka është parë mbase nga videot, ato veshjet me motive kombëtare, që i punon me duar të arta Tjara Fashion, Kimete Haxhi Murati në Prizren dhe në Rahovec. Kanë qenë një ndihmë e jashtëzakonshme për të dhënë një mesazh shtesë, jo vetëm mesazhin përmes fjalës dhe këngës, por mesazhin e veshjes. Ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme dhe vazhdon të mbetet për kushtimi i 2 mikeshave të mia, Iles edhe Nevit, të sallonit më të mirë në kryeqytet Shehollkat, të cilat në çdo kohë, në çdo koncert, natën, ditën, domethënë janë në dispozicion timin, po dhe të çdo gruaje. Pra, nuk është vetëm një profesion që ato e zhvillojnë, por është një mision që vlerësojnë koncerte të tilla, vlerësojnë evenimente të tilla, shtimale pa asnjë hezitim. Prandaj unë dua të falenderoj çdo grua, çdo nën e cila e shtrin dorën dhe bëhet bashk me gra dhe nëna tjera, zonja tjera në një kauzë. Qoftë ajo kauzë në luftë, qoftë ajo kauzë në paqe, qoftë në art, qoftë në botën akademike e kështu me radhë. Prandaj vetëm ju përkulem të gjithave dhe i falenderoj që janë pjesë e imja dhe jam shumë e lumtur që i kam pjesë timën. Domethënë panelistet, artistet, mbështetëset dhe çdo grua që është bashkë me mua në rrugtimin artistik. Po, të falenderoj shumë ty dhe shumë për këtë intervistë, për gjitha këto, sepse ishte kënaqësi, realisht me dëgju ka shumë suksese